mandatit. Konkurenca ishte më e madhe, në këtë sens. Andri, mendon që edhe kjo kërkesa kaq e madhe për një mandat deputeti është edhe nga frika e spakut ose në një hetim të mundshëm në mënyrë që të gëzojnë pak të një imunitet, të jenë më të përgatitur, të kenë një mbrojtje ligjore në raport me njëri të zakonshëm, sepse në mediat e prime time-eve, me çka kam parë këto ditë, është cilësuar në debatin që ka njerëz që nuk do lënë as mandatin e deputetit për të bërë ministër sepse kanë frikën e spakut, sepse mund të jesh ministër, të heqë nga ministër dhe ngel rrugëve. Ose kur të marron një mandat i caktuar, kurse ajo të garanton më shumë. Dhe merrni si shembull zotin Velia i zotin Meta, prandaj u ngritën zgup si thoshin sepse ishin pa mandat. Në moment që ti je pa mandat, spakut merret zvarr dhe çon ke veni. Ta të dy janë ngritur zgufti se ka qenë një vullnet për të ngritur zgufti. Ajo duket që s'është nuk është trimërimi i ndonjë prokurori, s'pesoj, është dorë tjetër. Është dorë tjetër aty mbrapa, nuk e di pse ku janë fiet, po. Po është dorë tjetër mbrapa. Ai nuk është dorë ajo, s'mund të marrësh ti Ilir Metën në atë lloj forme, po mos kesh si thuash një nxitje politike të fuqishme. Po mos kesh një nxitje politike të fuqishme, po e themi kështu. Mos jetë politike, po një nxitje. Nuk është vullnet personal i prokurorit. Po. Me thonë, se gjithmonë ne kemi thënë prokurori, patjetër që prokurori ka fajt e tij, se s'duhet bërë palë, por nuk është faj prokurorit. Në fjalë, në atë pikturën, në atë ekspozen e famshme, nuk është vetëm zotëria aty. Duhet jetë shumë tjerë mbrapa. Dhe unë nuk besoj, tani më duket se kanë hequr atë pjesën që kur je ministër do të heqësh dorë nga mandati. Nuk është më përpara po, që Rama thoshte po ti. Flitet që duan ta rikthejnë prapë si formulë, prandaj. Është hedhur karta në tavolinë. Nuk kam për ta kthyer dhe po tha Rama që do shkosh ministër, do shkosh, se pyet njëri. Më kupton çfarë do të them. Është si puna e Enver Hoxhës që ngrinte këta në sallë i thoshte çau ti atje, çka ka pse nuk ecën puna, pse ka ngecur puna këtu. Nuk e kundërvjen dot këta mor se edhe këta të tjerë nuk janë më trima, jo. Po me pjesën e mbetur të opozitës, çfarë mendon që do të ndodh, Andri? Pra do kemi një organizim të tyre, do vazhdoj kjo luftë midis tyre. Ne shikojmë që zoti Arlind Qori nga njëra anë deklaron që bëni me lëvizjen bashkë ta bëjmë natën ditë. Zoti Shehe nga ana tjetër bën thirrje për krijimin e një fryme të re në brenda të djathtas shqiptare me një ideologji të qartë, edhe me një lëvizje elitare ku ai është i hapur ndaj elitave të reja ose prureve të reja politike. Nga ana tjetër kemi zotin Lapa i cili pretendoi të bënte Shqipërinë, po me zor bëri partinë vet me një mandat. Dhe kemi dhe zotin Basha dhe Ali Beaj, të cilët Lapa e gomisti. Ngelen jashtë parlamenti dhe zoti Ali Beaj tregoi sinqert dhe doli tha koha ime politike mbaroi, kjo tregoi dështimin tim. Ndërkohë që zoti Basha mbas atyre videove Ramës dihet ku është, nuk del më, as 77-313 dhe këto na mungojnë. Ai këtë ka bërë gjithmonë. Prandaj është njëri pa karakter, është vishido i pështirë i thënë italianët. Po. S'është i pështirë tamam. Vishido ka një shprehje tjetër. Ai është pa karakter, pa shtyllë kurrizore, as do t'ja di mi fjalë për njëri, përpos interesit tij. Mos saktë ngushtë familjes tij dhe jo ti fare, është njëri që nuk ka treguar asnjë lloj vlere, por sa kohë ka ndënjur në politik, duke pas postet më të rëndësishme në vend. Po. Njëri megaloman që pretendonte se do bëhet kryeminist pa pas asnjë dhunti, asnjë cilësi, jo të kryeministit, po as të rojes parkingut. Se dhe roje do të jesh vigjilent, do të jesh zgjuar, do të jesh punëtor, mos t'i bësh bish punës, a më kupton? Po. Se është profesion i nderuar, se ke sigurinë e motomjeteve, mjeteve, apo qoftë edhe të njerëzve, apo po? Ose të biznesit. Edhe ajo do dhunti, do forcë, kurse ai s'kishte asnjë nga ato. Asnjëherë. Pa ti thua që koha ti politike mbaroi. Nëse ne mund të shuhem nga një gabim të secili nga kandidatët e tjerë për të te luli kemi të gjithë gjërat që nuk bëjnë. Të qartë, po ama... Ashtu ka qenë gjithmonë, prandaj njëri nuk shkëlqeu kurrë, vetëm shkëlqeu për xhepin e tij. Aty ishte më i miri. Edhe kjo aftësi politike është, po. Pasuesit e tij, ose njerëzit... Nuk është politikan. Ose ata pak njerëz që i kanë mbetur. Kur ego të bëhesh politikan, nuk pati kur ego
ose ambicet bëshe të pretendonte se jo kryeministër, por paktën të ishte në pozita për t'u afruar postit kryeministër. Nuk pati ego, thjesht ishte. E drejt, pa ama njerëzit që janë afër tij, ata pak njerëz që kanë mbetur, që mund të jenë 20.000 njerëz, kanë hedhur orteqet e tyre narrativore ose orteqet e një spini të ri politik, i cili është që po presim gjykatën e lartë dhe vulën. A thuaj se këtu jemi ne në vitin 1990 që ne nuk e dim se çfarë është procesi, nuk e dim si legjitimohen palët, nuk e dim se çfarë ndodh edhe po e morë vulën në fund të ditës. Nuk po presim vetëm ato, po presim shumë gjëra. Presin edhe ambasadorin amerikan, presin edhe ardhin e Dexhailit, e diun atë. Ata presin çdo thagmë të mundshme që është parashikuar. Ata po presin vulën, sepse vula legjitimon gjithë të tjera që presin mbrapa. Pra pa vulën këto nuk mund presin dot. Nuk presin vulën, po kanë dhe 30 gjëra të tjera mbrapa që i presin. Po i duhet vula për të shkuar te këto të tjera. Dhe kur shkojnë te këto 30 të tjera, do kanë kaluar edhe janë 35 vite të tjera, dhe do jemi në vitin 2060, edhe nuk kemi bërë asnjë gjë në këtë vend. Po partitë e tjera si shikon? Pra zoti Basha vdiq politikisht aty. Po. Ka kohë që ka vdek mund. Ka kohë, unë kam thënë ka kohë që ka vdek, që unë PD ka vdek. Shka, maroj, unë i kam qëndruar, unë vesh në bë habi, e di pse, unë e besoj këtë gjë dhe po ta them ja, edhe pse ti përgjigjem pyetjes tënde, që njerëzit kur janë brenda si është. Njerëzit kur janë brenda kështu është, kreko, flok lëpira, i veshur, i parfumuar. I kurosur. Astar. Në besoj se njerëzit kur janë brenda një partie subjekti partijak, duke dëgjuar dëgjon lulin, dëgjon gazin, dëgjon këtë ovacion, kemi kaq duke, fillon dhe të besosh se edhe mirë. Për të rritur entuziazmin. Dhe kjo është ajo magjia që bën këta ose hipnoza kryesisht janë prestigjator për të bindur elektoratin se edhe i duhet që të jetë optimist përpara para zgjedhjeve vendore apo qendrore qofshin këto, s'ka rëndësi. Kështu që në këtë kontekst edhe gënjen. Por më brapa kur ti mbaron, përfundon gara dhe kupton se këta janë tallur me ty, do të fillosh dhe të arsyetosh. Kurse këta janë ca njerëz që nuk e sensin e arsyes, nuk e fusin kurrë në punë. Thot ai ashtu, ecin përpara me atë, dështim pas dështimi nuk ka rëndësi. Pra zvarritja, konsumimi dhe gjithë çfarë të këqijash të sjell një atashim midis një lideri të pasuksesshëm, jo vetëm pasuksesshëm, por edhe të pa vullnet ose pa ambicie për të arritur ato që ky tjetri po pretendon. Tani këta nuk përgjigjen kurrë as për mashtrimet, po thonë edhe është mashtruese njeriu, kaq distanco. Po të flasim për lidhje të tjera, tani po ta them që më premtues deri tani të paktën jo për shkak të votave, për shkak të karakteristikat është zoti Konshej. Ta them sinqerisht. Ma thoj pse mendon kështu. Ka partitë e reja, Po premtuesi për shkak të votave dhe të mbështetjes është Adriatik Lapaj dhe Endri Shabani. Se janë koalicion, nuk e di se si do dalin më brapa, por besoj se do i qëndrojë koalicioni, sepse ata janë dhe miqt vjetër ndoshta dhe betejat politike ka nisur ndoshta më përpara, shumë më përpara. Faktor tjetër është zoti Qori, po unë të thash, ata janë shumë radikal. Nëse në koncept nuk kemi koncepte si Gjermania, që po na vinë si thuash emigrant këtu dhe po hyp me atë ndjenjën e patriotizmit se po na prishin vendin, duhet ndalojmë emigracionin, nuk duhet japim letrat pasaportën shqiptare, nuk kemi këto kondita që të fillojmë të urrejmë një popull tjetër se po na zapton vendin tonë dhe po na shkatron